Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve ka vendosur që të hapen kutitë e votimit për të gjithë qarkun e Fierit. Me vendim të dy anëtarëve të këtij organi, Ledio Braho dhe Elvis Çefa, u caktuan të hapen të gjitha kutitë e qarkut të Fierit, si për subjektet politike, ashtu edhe për kandidatët. Kas pas ju konsultua, vendosi me shumicë votash të i kërkesat si të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore në lidhje me hapjen e kutive të tre qendrave të votimit 3020, 3134 dhe 2903, gjithashtu dhe kërkesën e Nismas Shqipëria bëhet për hapjen e të gjithë kutive të qarkut Fier, si kërkesat të pambështetura në ligj dhe në prova. Mirë po duke shfrytzuar kërkesat e pikës 3 të nenit 136 të kodit zgjedhor, me kërkesë të dy anëtarëve të kasit, i kërkohet administratës që të kqyri të gjitha kutitë e votimit të qarkut Fier për subjektet zgjedhor dhe kandidatët për votat brenda vendit. Të gjithë kutive të votimit. Kutive të votimit, fletëve të votimit. Për subjektet dhe kandidatët e qarkut Fier. Si në rastin e qarkut Tiranë. Kështu që merrni masat që me marrimin e qarkut Tiranë të vazhdojmë në radhë me kqyrjen e gjithë kutive të votimit të qarkut Fier. Kujtojmë se më herët KAS ka marrë të njëjtin vendim edhe për qarkun e Tiranës dhe të Dibrës.